Po ndonjë rast emergjent tjetër, a jeni përballur gjatë këtyre ditëve, marrë parasysh se uji është qëndësor, kuptohet? Sigurisht që kemi pas probleme, spari kemi pas probleme me vërshime, i kemi evaku mbi 20 familje, po edhe shumë familje tjera nuk kanë dalë nga shtëpitë e tyre edhe pse i ka marrë ujin në katin e parë, kanë jetu në katin e dytë, kështu që uji ka qenë i domosdoshëm edhe për pastrim të shtëpive, për domet që janë bo, edhe unë në çdo televizion ku kam dhënë intervistë, kam bo edhe ftesë që gjithë qytetarët e komunës Drenasit që kanë pas dome në qoftë në ekonomitë familjare, në shtëpi, qoftë ato të biznesit, qoftë ato të bujqësisë, po edhe ne si komunë në infrastrukturë ku na është dëmtu shumë infrastruktura, rrugë na janë dëmtu shumë, të paraqiten komunë për dalë komisioni edhe për t'i regjistru gjitha domet cilat i kanë mësu. Ato domet që nuk regjistrohen, nëse ata njerë që menojnë që më kanë shumë në Facebook edhe kam mjaftu, i tras se nuk mjafton aja, duhet me bo kërkesë zyrtare në komunë që komisionet dalin e të verifikojnë domet. Nesër në ora 10 ose 10:30 kam edhe një takim me antarë të nivellit qendror komisionit, cilë do të diskutojnë për gjitha domet që janë kriju në komunën tonë, do t'i presë në takim. Përmendet evakuimin e shumë familjeve, por a ka pas ndonjë familje, zotri Ladrovci, që është detyruar që të largohet nga shtëpia shkak i dëmeve, vërshimeve? Pastaj në 20 familje i kemi evaku për shkak të rrezikut nga uji, por që janë vendosur tek familjarët e vet, tek miq, tek tapërmit e tyre dhe nuk kemi pas probleme tjera, domethënë ne i kemi zgjidh, po kemi pas shumë donator shumë që të kanë afru pak ushqimore edhe shujta ditore, por që nuk ka pas kërkesat një kënd vogla që i kemi realizu. Zotri Ladrovci,